Kosova aktualisht është një ngorç politik, as pas 20 seancave Kosova nuk arriti të dalë nga kriza politike. Pozita dhe opozita po vazhdojnë të marrin qëndrime të njëjta, duke vazhduar gështu edhe situata e njëjtë. Kosova në këtë vonesë të krijimit të institucioneve po humb të drejtën e rrugës së saj europiane. Ka humbur mundësinë për të qenë në agjendën e Këshillit të Sigurisë, ka humbur miliona euro fond nacione, e humbje të tjera që na presin në vazhdim. Por se cilat janë humbjet më të mëdha të Kosovës në rrugën e saj europiane. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Bityçi thotë se ngorçi politik në Kosovë ka shkuar në limitet e veta. 20 herë u hodh në votim zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe të 20 herë dështoi. Kjo ndodhi sepse as fituesi i zgjedhjeve, as kundërshtarët politikanë të tij nuk i kanë votat për të patur institucionet e shtetit, dhe kjo po ndodh falas atij lëshimit të imponuar që negociatorët e pavarësisë bën me planin Ahtisaari. Së paku një mësim duhet nxjerr, ja çfarë do të thotë të bosh lëshime që të kushtojnë gjithë jetën. Grupi negociator pranon që serbët dhe pakistat e tjera të kenë 20 vende të rezervuara. Tani shumica e 100 deputetëve shqiptar nuk garanton institucione të gjëndrueshme. E keni parë këtë? Lista Srpska rrje bën se hir, madje tallet me abstenimet e saj. Nuk ka nevojë ajo të votojë kundër, sepse këtë e bëjnë partitë shqiptare. Se mos i nxjerrin serbët gënjeshtar me duar detyrë shqiptarët, kanë siguruar 20 vende në parlament me një ferman ndërkombëtar të pranuar nga vetë lidership i Kosovës. Tani taten dhe ngrohen në zjarrin që e sajuan ata para 17-18 vjetësh. Ja çfarë do të thotë të mos parashikosh pasojat e asaj që bën në një kohë të caktuar, ka theksuar ai. Tutje profesori thekson se këtë ditë Beogradi e ka projektuar që në vitet 2006-2008 ka bërë presion pikërisht në planin e saj për të bërë një Kosovë një shtet jo funksional, sepse mungesa e 20 deputetëve që tallen me institucionet e Kosovës, siç po tallet edhe Dudja, do ta bënte edhe Gjermani një shtet jo funksional. Domethënë kur 18% e parlamentit zotohet nga 8% e pakicave, ato bëhen pengese pa diskutueshme për shumicat parlamentare. Sipas tij mendohet se me ngërçin politik Kosova humb para dhe nga Bashkimi Evropian. Pleq na thoshin se diçka që paguhet me para është humbja më e vogël. Humbja e imazhit dhe besimit është goditja fatale që jepet shtetit me këto veprime që po ndodhin. Asnjë rapal, as fituesit as opozita nuk duan të ulen të analizojnë këtë dëm kaq të madh për Kosovën. E çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se partnerët e Kosovës do të fillojnë të besojnë propagandën serbe, që prej kohës së Gjeroviçit e Pashiçit, sipas të cilët shqiptarët nuk janë të aftë të vetë qeverisin.